Mirë se erdhët, jemi në këndin e gatimit, po ju prisnim në fakt, zonja Vjollca ka bërgati për bërësit, për të dyja recetat në fakt, dhe recetën e parë me sa shof e kemi past. Po, kemi një tort me makarona pene të divelës gjithmonë dhe me spinaq. Kemi bërë me makarona pene dhe spinaq dhe herë tjetër e kemi bërë me bechamel. Sot kam prur një mënyrë më të thjeshtë, a i që këta pakën? Po. Dhe përbërësit për të realizuar këtë recet janë gjysmë pako makarona, do më rreth 250 gram makarona pene. Janë një kokër qep që kemi grirë imët, kemi 500 gram spinaq që unë për arsye kohe e kam vendosur në ujë të valuar me krip për 1 minutë dhe më pas në ujë me akull. Do ta shtrydhim dhe do ta presim copa. Do ta kaloj me qep dhe hudhër në tigan. Kemi 4 kokra vejza iba. Nëse do ishin vejzë të tjera, do duhet çik më shumë për arsye se gramatura ka që kërkon. Kemi 150 ml pana, gjispa krip, 250 gram deri në 300 gram jo më shumë, lujnë këto 50 gramshet, një thelpi hudhër tha, kripi perar moskat dhe pak djath parmigjan të grirë në rende. Unë vazhdoj me djathin që prandaj e nxjerr copë këtu, që ambisa ta shohin se ne blejm një copë dhe e kemi për një periudhë. Për gjitha gatimet, kryesisht në për këto salcat ose pastat që përdorim. Atëherë këtu kemi vendosur ujin për të valuar, do të fillojmë punën fillimisht në tigan me qepën dhe me hudhrën. Ta grim dhe hudhrën qikimet. Pra këto e kemi si recet të parë. Po. E dyta është do një supë apo sallatë? Jo, është një sallatë. Brokoli. Po, nuk do t'jetë kështu e derdhur, do t'jetë në trajtën e një salse, e kombinuar me panxar, që unë e kam blënë panxarin të ftohet, me brokolin, që dhe brokolin e kam kaluar në ujë të valuar për 3-4 minuta, jo më shumë, me duar që ka. Po, kemi krem djathi, kemi 2 qep të vogla, nga këto qepujkat, pak në gjik, dhe gjitha këto do të kombinojmë së bashku, dhe do t'jetë shumë e shishme, do t'a shohim. Interesante, dhe kombinimi në fakt, panxar dhe brokoli. Ndoshta dhe mund mos shkojnë të dyja, apo mund të shkoshin me një copë biftek, bërxoll, do ishte shkëlqyshëm, por mendova ta sjell një si më tradicionale. Proteinat i marrim nga veza, dhe një tjetër pak si më moderne. Proteina dhe omega-3, që ka me sasi të konsiderueshme. E heqim këtë hudrën. Të kam vërë e heq të pjesën e brëndshme të hudrës. Sepse kjo është ajo që na krijon probleme. Po, bravo. Në stomak kama, po paska. Është një pjesë e hollë dhe si jeshile, në fakt. Zakonisht këto hudrat, kur janë dhe të mëdhaja e kanë më të theksuar të pjesën e brëndshme. E heqim atë pjesën e jeshile dhe i grim tani imët. Do ta kalojmë spinaqin me, spinaqin mirëthash, me qep, me vaj ulliri. Bashkë me hudrat, qepën dhe spinaqin do t'i kemi në një vend. Të vjen të vetmet që do të kaurdisen. Makarona do të zjejnë paralelisht me salce që do të përgatitet. Makarona. Tjetë qik krip makaronave. Dhe është thënë që minutazhi tyre ishte 10 apo 12, sa e kanë këto minutazhin? 10 minuta, unë do t'i lë 7, nuk do t'i lë shumë, për arsye se këto do t'kalojnë edhe në furrë. Pra, po ju sjellim një, me qënë se fundjava shpesher ndodhë që t'jetë me gatime më kalorike, do t'jetë më ngarkuar, kam përshtypjen tryeza, sepse ave sot kanë qenë në shtëpi dhe çoku kanë gatuar ndonjë pjatë më të rëndë. Po do të sjellim disa receta që ditën e hënë, ndonjëherë në vend që të kenë pushuar duke si dhe më të lodhura, prandaj thash diçka më të kanë gatuar në fundjavë, zonja Vjollca. Hedhim pak vaj. Okej, qepën edhe hudhrën. Gjiza është kush që do t'jetë pa krip, zonja Vjollca? Po, pa krip. Gjiza për arsye se kemi hedhur pak krip ke makaronat, djathit parmigjan, ka krip, që duhet jemi shumë kujdes.
Dhe këtu unë e zgjedh pak krip se ndoshta në recetën që e kam marrë thoshte ricota. Unë e Pak me zvendësoj përpunuar. Një pak si shkëlqyshëm më ëmbël rikot. me Njësoj gjizën, është. po gjiza nuk është shumë e lëngshme, është e thatë dhe ma krym punën të shkëlqyshëm. Tani, ndërkohë që qepa e ka urdisim qepën, unë bëj gati spinaqin, kështu që Niki më ndihmon një çik. Patjetër. Pra qepën dhe hudhën një ke hedhur këtu. Po, vetëm ka urdisi që mos marrin ngjyrë. Sa të kulloj spinaqin dhe ta pres, pra, spinaqin e kemi vendosur në ujë të valuar me krip për 1 minutë është mjaftueshëm. Sa të uli volumin e tij, e shtrydhim mirë me duar që mos ketë ujë, mbasi edhe kur ta vendosim në tigan, do ta lëm derisa spinaqi të nxjerrë ujin e tepërt. Dhe mund ta kalojmë çik më njanë, meqense u bë gati dhe s'duam të na marrë ngjyrë. Më pas mund të përdorim edhe lëngun e makaronave, apo jo zonja Vjota, nëse na duhet që ta kemi salcën një trajt më të lëngshme, mund të përdoret edhe lëngu i makaronave, por më vonë. Në rast tjetër, jo në rastin tonë sot, Nuk do të na duhet. për arsye Po se ish pak sotun më njanë, do t'i bëj në tavë, që kam përgatitur tavën që t'i bëj si tokë. Të vendosim po. Tani i Tort me presim. makarona, me spinaq, gjizë, pana, vezë. Për një person, një kokër vezë, besoj. Po, për 4 Për persona, 4 persona që është është tava. shkëlqyshëm. Ja, i presim që këto bishtat ishin aq të freskëta, sa që mua më dhimbseshin që t'i hidhja. E kaloj dhe një këtu në sit. Dhe tani e hedh në tigan. Një dhe një, pas të kur ta vendosur se e largova që të mos nxiheshe. E vendosim pak këtu dhe ky është momenti, kam thënë edhe herë të tjera, nuk dua që të kalojnë përsëritje, po për në një qup të re, e them këtë, që ne duhet hedhim kripën. Në momentin që bie niveli i spinaqit. Edhe kripën e ke aty te spinaqi. Shumë pak krip, sa të na kapin këto 3 gishtat, këtu, Po e lem të largoj edhe spinaqi atë pjesën e... piper të zi. Si që shohim, këtu nuk ka më lëngë. Do të hedhim dhe arë muskat. Ara muskat është kombinim shumë i mirë me spinaqin. Madje unë e hedh pa e drejtuar dorën, po hedh çik më shumë se piperi zi, mbasi jep një shije dhe aromë të mrekullueshme. Kjo ishte e gjitha. E heqim mënjan tani. Do të hiqet mënjan kur këtu, siç e Mos ketë shikoni, asnjë pikë nuk ka fare ujë. Për arsye se nuk realizojmë dot atë që mendojmë të bëjmë. Po, tani i hedhim një sy menus, zonja Vjoca, po bëj një përmbledhje të përbërësve, përpara se të shkojmë të shtrojmë në tavë, tart me pene dhe spinaq, një kokër qep, një thelpi hudhër, 500 gram spinaq, 3 këto përbërës do të kaurdisen si kundër ndoqët në tigan, 250 gram makarona pene, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 50 gram djath parmigiano, 4 kokra vezë, 100 ml pana, 250 gram gjizë pa krip, piper i zi, arë muskat. Tani bëhemi gati që të, si thua, formojmë gjithë pjesën, po, kremin, salcën që do të shoqëroj dhe që të mbushim makaronat pene. E filloj me Vezët. 4 kokra veza iba. Po. Pra na kanë mbetur vezët, pana, gjiza edhe djathi parmigjan për të bashkuar me njëra tjetrën dhe sigurisht edhe me pjesën tjetër që ka urdisëm. I rajnë vezët mirë. Edhe këtu do të hedhim fare pak, shumë pak krip. Po. Hedhim pana. Pana sa kishim në zonja Vjoca? Kishim 100 ml. Gjysmën e... Gjysmën. Ato janë 200 që, po.
vezët pana, krip, piper i zi deri tani. Edhe ke bishameli ne hedhim armoskat. Po. Ky kremi këtu do të zvendësoj atë që ne e quajmë beshamel. Shumë bukur. Tani i largoj makaronat. Çfarë do duhet? Asgjë. Të kullojmë, të presim të kullojmë. Sa do t'i bashkojmë me pjesën e... I hedh këtu. Po. I trazoj mirë këtu në tavë të gjitha së bashku. Marrin dhe aromën e hudrave dhe të qepës. Shpuna duhet ishin pak fare më të ftohta, se nuk dua që të më mpikset me njëherë. Veza, po, që Veza. i lëm të ftohen pak. Ja, gjizën të hedhja këtu, të hedh këtu tani. Që të më ftohen pak. Po, i bashkojmë më mirë që të... I lëm të ftohen pak, zënja Vjoca, ndërkohë që ne kemi dhe hapësirën publicitare, kështu që harrojmë që të... Shumë mirë, vazhdo. Derisa të ftohen mirë e mirë, sepse 4 kokrat e vezët ka përshtypjen se me atë nxehtësi mund të na Sa t'i bjeri pak temperatura, nuk do dalëm deri në fund, që të ftohen komplet, po të bjeri pak, ashtu siç kur presim një supë me vezë. Sigurisht që do të fillojmë nga një lug ujë të ftohtë njërën e tjetrën. Pra, po bëj dhe një përmbledhje të tartës, na duhet pak kohë në fakt të ftohen makaronat, se është e vërtet kjo që duam që ta shijojmë ashtu pa kokrizat ose pa copzat e vezës. Një kokër qep për anvisat që duan ta gatuajnë sot këtë recetë, një thelp i hudhër, 500 gram spinaq, 250 gram makarona pene, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 50 gram djath parmigian, 4 kokra vezë, 100 ml pana, 250 gram gjizë pa krip, piper i zi dhe arë moskat. Si kundër e ndoqët, fillimisht kemi ka urdhësur hudhërën, qepën dhe më pas spinaqin, të vendosur në ujë të vluar, e ftohem, e prem në copa të vogla dhe i bashkuam bashkë me hudhërën dhe qepën. Tani, me makaronat bashkë me spinaqin, i kemi bashkuar dhe me gjizën pa krip, i kemi në tigan. Ndërkohë në ta, zënja Vjoca hodhi 4 kokrat e vezës, hodhi panën, dhe i kemi trazuar krip, piper të zi, arë moskat, janë të dyja gati dhe do të bëjmë sigurisht për të shtruar, si thua, tartën, ndërkohë po hedhe dhe djathin parmigian, sa do t'i hedhim? Pak 50 gram. 50 gram, me sy e shojmë, që t'japa të shijen e... Një gisht e gjys. Okej. Përpara se të fillojmë të shtrojmë tartën në tavë, ne do të bëjmë një shkëputje publicitare, do të jetë momenti që të flasin sponsorët tanë, rikthehemi shpejt. Jemi rikthyer dhe jemi gati në fakt për ta përfunduar recetën e parë të tartës me pene dhe me spinaq, sapo kemi hedhur masën e makaronave, spinaqit, gjizës, armoska, krip, piper i zi, ishin këto përbërësit që u hodhën dhe djathi parmigian. Si për këse mase? Do hedhim edhe përsëri pak djath në fund fare, që t'i granitoj. Po, ajo pjesa që të pëlqen të shumë. Dhe bëhet shumë e shishme në fakt. Po. Tani, kam vendosur, gjithmonë kur ne vendosim një letër kuzhine, jemi të sigurt që duktët në ngjisi tavën. Dhe mund ta heqim kështu më pas nëse duam. Jo, po, edhe mund ta kthesh. Mund ta kthejmë. Edhe, po kjo është një tavë unaz. Anvisa do thonë që nuk në arri letra. Që mund të bëjmë? Atëre letrën e kuzhinës, që ka marrë këtë formë, unë e kam lagur, e kam shtrydhur, kam lyrë në qikë tavën shumë pak fare me vaj për skuqe, dhe komplet letra e merë shumë thjesht formën e pra e bën kështu si... Po. Sa jo është shumë e fortë dhe nuk e nënshron do që t'i japësh formën që do. Është e vërtet. Edhe kur ne duam bëjmë një kup të vogël që kthejmë ato Unë mendova do ta ketë marrë zënja Vjoca kështu në një letër që e kemi përdorur, po jo, pas ka qenë ndryshe. Mund ta demonstroj tani një copë, po ta vendosim herë në furrë që të kemi kohë. Tani, gjithë të mas, fillojmë dhe hedhim duke filluar që nga anët dhe shkon drejtë në fund. E sa e mirë bëhet kjo deri në... Kur të piqet dhe gjithë depërton deri në fund të makaron, bushen. Po, e parashikoj, besoj se e ke provuar dhe vetë këtë recetë. Se nuk ka recetë që nuk e provon para të ta sjellësh këtu në emision. E teston një herë.
Tani, gjithë ky kremi do të mbush hyn brenda tek makaronat pene, që janë si gisht dhe me vrim në mes, dhe sigurisht do të fryhet një çik më shumë. Dhe ka një shije. Kam përshtypjen se penet janë ndër më të preferuarat e të gjithëve. Është vërtet. Në fakt, kryesisht pene gatuajmë edhe në shtëpi. Besoj se dhe janë visat që më ndjekin jashtë zgjedhja e tyre. Tani marrim përsëri dhe pak djath parmigjan, e vendosim sipër. Dhe kjo është e gjitha. Sa ta lëm tani në furrë? Në furrë do ta lëm një çik, gati 45 minuta, se nuk ta pjekim në temperaturë shumë të lartë, por në temperaturën 180 gradë. Ja. E vendosim në furrë. 35, kjo nuk është një tepsi shumë e... Po për 4 persona është një vakt i bollshëm, madje edhe 5 shoh që mund të ndahet. Është e trashë, nuk është e hollë shumë. Nëse do ta shoqëroni me ndonjë gatim tjetër, mund të edhe këtu të përdorej thjesht si një karbohidrat, ka dhe proteina. Mund të jetë në një supë, në një sallatë, Po mund të jetë mund të jetë me sallatë shkonte shumë mirë. Po edhe kaq unë duket mjaftueshëm. Sepse që konsumosh një të katërtën është super mjaftueshëm. Mjaftueshëm për një vakt se aq është llogaritur 250 gram makarona, i bie për 80 gram, në rastin konkret i çik më pak, 60 gram. Aq është porcioni ideal për çdo person. Për arsye se është spinaçi, ka vezën, po, bravo. Proteinat. Njemi pak me koston përpara se ta vendosë, kemi koston e kësaj recete për 4 persona është 550 lekë, llogarisim me spinaqin, panën, makaronat, gjithë përbërësit dhe gramaturën që shihni. Veç piperin e zi se kam llogaritur dhe kripën. Sa ato janë përbërës që ne i blejmë gjithmonë në shtëpi. Po, që në fakt s'mund ta llogaritësh. Si ta llogaritësh? Një maj luge, çaj, krip, piper e zi, as e llogarit dot. Nuk ka lap si ta llogaritësh. Kështu që në fakt në çdo recetë besoj se nuk e për llogarit. Pra kostoja e tartës me pene dhe me spinaq për 4 persona është 550 lekë. Po e vendosim ndërkohë për t'u pjekur. Ne kemi vendosur këtë zgarën diku afër mesit, sepse varet edhe nga furra, sepse çdo furrë ka atë specifikën e vet. Nëse do të ishte një temperaturë më e lartë, sigurisht që do duhej më pak. Por unë mendoj që të piqet deri më thellësi dhe janë 4 kokra vezë. Vezët zakonisht kur janë temperaturë shumë të lartë nxihen edhe brenda rinë të buta, kështu që unë dua që ajo të më pikset mirë, prandaj kam vendosur temperaturën 180 gradë. Besoj se fiksuam mirë tani të gjithë këtë recetë, kemi mësuar bashkë me përbërësit, bashkë me shpjegimin që kemi bërë për gjatë gatimit. Kemi sjellë ndryshe makaronat sot, jo një zjerje thjesht dhe një salcë, po i kemi përdorur në formë tarte të përzier me perime, me proteinat e vezës, djathin, panën, gjizën, pra gjithë shka i kam brënda. Tani zonja Vjollca, i sjellim edhe përbërësit vetëm sa t'i prezentojmë të recetës tjetër, që do t'jetë një salat, po salat i thonë që në fakt, zonja Vjollca, se është një vakt, si të thuash. Po, një vakt i letë, parmigiani nuk është. Unë tani do të filloj të gri shumë imët në rende. Sa të mos ndihet, po thuaj se. Të vogla, po, që të mos ndihet, dhe do t'ja heq lëngun, do të marrë vetëm pjesën e tullit. Kam zgjedhur 2 panxar të zjera, po i lash që të ftohen kështu me gjithë lëkurë. Do t'i qëroj, shikoni jam pak të mëdhenj ekstra large. Që nga në që këtë mëdhenj, po? Do na duhen shumë, apo? Jo, do duhen. Gjysmën e tyre ta pres në feta me trashësi 3 mm, rumbullake, kurse pjesën tjetër në feta shumë të holla ose në kubik, varet se si do të vi pjesa e kompozimit. Po këtë brokolin? Brokolin e kam kaluar në ujë të valuar me krip për 3-4 minuta, jo më shumë, e dua al dente. Madje kam vendosur dhe gjethet e brokolit, edhe gjethet fare, dhe do t'i gri shumë imët. Do më këtë punë do të bëj gjatë kohës që nuk do të do bëhen në trimza të vogla. Do të gri, është njësoj si që ne... Do bëhet si salcë kjo e gjitha, si tip salcë salatë. Dhe do të kombinohet duke vendosur një pjesë panxar, që mund ta vendosësh ose në formë rumbullake, fletë, ose në kubik. Që do ta lyesh sipër pastaj besoj me këtë kremin, apo jo? Po e përfytyroj pak a shumë. Do vato ku për një unaz të orizit. Bazën poshtë do ta bëjmë. Kjo do t'jetë në trajtën e një salcës. Njësoj si që bëjmë xaxhiç ne me
është një formë tjetër. Okej. Është një shije tjetër. Po edhe më shëndetshme se ka brokolin, dhe thuash brokoli pastaj. Dhe pjesa e nenegjikut, që është puna jote tani, do t'i heqësh këto fije. Në fije, po. Dhe ato do t'i presësh besoj. Do të vendos dorezat që të pastroj panxarrin. Janë ende në treg, kështu që të gjitha janë të shëndetshme për t'u shfrytëzuar dhe për t'i patur në një gatim. Janë të gjitha perime dimrore, fundi vjeshtës dhe dimrit, ashtu siç është spinaçi. Që ka 2 sezonet të veta. Tani ne kemi thonë që do të respektojmë perimet, se vetë në natyrë e di se çfarë kërkon organizmi jonë. Sipas natyrës edhe organizmi. Kur është ftohtë dhe njerëzimit ja ka dhuruar natyra. Nëse ne do të respektojmë natyrën dhe ne natyralisht do të jemi shumë. Frutat edhe perimet. Mirë, besoj se ju prezantuam edhe shumë në fakt nga receta e dytë. Kur të rikthehemi do t'i gatuajmë dhe do të shijojmë edhe tartën me makaronat që sapo e vendosëm në furr. Është flesh informativ, do të takojmë në pjesën e dytë, mos u largoni, qëndroni na ndiqni. Dhe kemi ardhur në këndin tonë të gatimit në pjesën e dytë, këtu në Vila 24, kemi bërë përbërësit si kundër i ndoqët edhe para se të shkëputeshim nga pjesa e parë, do të gatuajmë tani një salat me brokoli, panxar dhe krem djathi. Këto janë përbërësit kryesor, se të thuash, të recetës, ka dhe përbërës të tjerë, shofim sheg, nenegjik, qepa, kremi djathit, piperi zi. Por e veçanta është besoj se të mënyra se si do të sillen këto përbërës, se cili ka specifikën e vetë. Për shembull, brokoli në grimca të vogla, apo jo zonja Vjollca? Po, është zjerë në ujë në krip, e kemi vendosur në akull, siç e kanë dhe mbisat, dhe panxarin e kemi zjerë. Tani të gjithë të përbërës i kemi veç e veç. Qepën të grirë në rende. Nenegjikun do ta presim në shirita. Po. Tani kemi këtu dhe disa feta panxari që i japim formën që dëshirojmë ne. Mund t'i vendosim në kubik, me qërusën e patates, mund të presim në feta shumë të holla, t'i lëmë të fantazia juaj se si do t'a servirni ju. Panxari nuk do t'razohet së bashku me brokoli, por do të vendoset si bazë, ku do të vendosim sipër një formë të tillë. Mund të pritet dhe në kubik. Mund ta presim dhe në kubik dhe ta mbushim. Unë bëra një zgjedhje të tillë. Ju si të dëshironi. Në këtë tasin tani do të hedhim qepën, që e kemi grirë në rende, por ja kemi hequr lëngun, Pra ato 2 qepët e vogla ja sa pak dolën. Do të hedhim salcën. Salcën, bëhet fjalë për kremin e djathit. Kremi djathit. Do ta trazojmë çik me kujdes, me një spatull. Këtu kam grirë, thash, edhe gjethet e nenegjikut. Do të hedhim pak krip, shumë pak. Nuk do të kemi tendencën për ta bërë të kripur. Nuk mund ta vendosim në një frulator, se nuk i dua pjesët e ta bëj pure fare, por me një çik vështirësi, kështu do ta trazoj. Ka edhe sheg në përbërje të edhe gjethet, po. Disa nga kokrat e shegës do t'i fusim këtu brenda. Do t'i ruajmë të tjerat për dekor. Duke e trazuar nga lart poshtë, me kujdes, nuk do t'jetë shumë e lëngshme, se ndryshe nuk do t'na qëndroj, por që ka një shije, ajo pak mbëlsi e shegës, jep një shije të mrekullueshme, do akoma sheg. Më qëroca. Ti të dallueshme, po të hedhim të gjitha këto? Dhe këtu vendosim të tjera që do të jenë për dekor. Shumë fare pak krip. Mjafton kripa që ka vetë kremi djathit. 2 herë të rrotulluar, piper të zi. S'kemi hedhur nenegjikun e freskët. Në këtë rast nuk duhet nenegjiki i thatë, duhet nenegjiki i freskët.
do t'jap pak, s'ka problem fare. Është Do bërë jenë qetë. dekor. Vesh në këta lëma Po, shega është në... Të na i të dëm. Niki, provoj qik. Ka nevoj për krip më? Zbesoj, po. Për mua jo, E është shishme? mirë. Edhe kjo shega i dhe kanë shumë lezet më dje. Tani, do t'a aromatizojmë Shumë e mirë. me nënexhikun. Shumë interesante, në fakt, dhe përdorimi dhe i shegës. Dhe vetëm nëse do t'ishte pa shegën, ndoshta do të donte pak fare lëng limoni. Do preferoja, nuk e di, se shega për vërtet është e ëmbël, po ka dhe pak Thartir. Thartir. Po, dhe unë kam zgjedhur një sheg që nuk është shumë e ëmbël, është pak e thartë. Po. Është e vërtet. Tani hedhim dhe nënexhikun, tani me nënexhikun merr një shije akoma më të këndshme. E trazojmë mirë që të hapen komplet ingredientët që kemi në tas dhe vazhdojmë mbushjen e formave që kemi zgjedhur. Me këtë shije që ka kjo salc, përpara se të arrim tek panxhari, do ta duam ta mbushim prap pjesën e formës. Sa që shishme që është, besoj se do të panxhari besoj se është thjesht mbajtës e salcës. Megjithse është shumë i mirë në fakt edhe për shëndetin, edhe për sezonin në të cilën jemi, kombinimi me E ngjeshim pak dhe ja. fruta perimet të tjera shumë këndshëm doli, ja? Po, Dhe vazhdojmë. ke kombinuar dhe ngjyrat, panxharin me shegët, ë? Panxharin, shegët, do të hedhim qik fare vaj ulliri në fund dhe do të jetë shumë e shishme. Mund mos të mbush një kaq shumë, i mbushim qik më pak, se këtu ka për 4 persona, Po, është fiks për 4. mjaftueshëm. Një Pra, dhe kostoja që del është për 4 persona. Po. Ne realizojmë 2. Opa. Dhe arku është shumë këndshëm, avash avash mund të konsumohet. Shoqëron edhe shumë mirë atë tartën që ne e kemi në furrë ende, të pa përfunduar, do dhe pak minuta ajo zënja Vjolca, po besoj se pasin sertët kemi një material që na tregon se cilat janë ato ushqime të cilat na ndihmojnë për të djegur më shumë kalori nga çvet mund të djegim në organizëm. Pra, është një listë me ushqime që ne na ndihmon dhe du ta kemi parasysh që nëse personat që duan të djegin kalori, këtë nuk e arrin dot, edhe pse mund të kryejnë aktivitet fizik, por janë disa ushqime që e përshpejtojnë, si të thuash, metabolizmin dhe ndihmojnë në ndjekjen e kalorive. Cilat janë ato, i ndjekim përmes materialit. Në gjuhën e tyre, nutricionistët i quajnë ushqime me kalori negative. Janë ato ushqime që kërkojnë më shumë kalori për të tretur se sa ato vetë përmbajnë në përbërjen e tyre ushqimore. Po pyesni veten nëse me të vërtetë ekzistojnë ushqime që djegin yndyrnat si në shumicën e legjendave urbane të tavolinës? Le të themi që disa ushqime për të depozituar dhe asimiluar nga trupi ynë kërkojnë më shumë përpjekje dhe organizmi sforcohet më shumë. Por ka dhe ushqime të cilat jo vetëm janë të lehta për organizmin për të tretur, por djegin edhe më shumë kalori se sa vetë ato përmbajnë, ja cilat janë 10 prej tyre. Kastravecat. Të përbëra kryesisht nga uji dhe të pasura me vitaminën C, janë një aleat i vërtet në luftën e përditshme kundër dehidratimit. Asparagët. Të pasura me acid folik, asparagët gëzojnë veti diuretike, janë antioksidant dhe antiinflamator, shumë të mirë dhe kanë aftësinë për shpejtimin të ritmit metabolik. Lule lakra, një super ushqim me përmbajtje të vitaminës C, e përshtatshme për të kombinuar me çdo lloj ushqimi pa humbur as pak vlerat ushqyese. Sirino, përbër nga 75% ujë dhe 25% fibra.
Fal natriumit dhe kaliumit është një ushqim ideal si për ato që janë në dietë, ashtu dhe për ata që ndjekin një aktivitet fizik dhe sportiv. Mishi i bardhë është shumë i rëndësishëm për furnizimin e organizmit me energji, fal dozës së lartë të proteinave. Domatet, të pasura me vitaminën C dhe me likopen, substancë që jep ngjyrën e ndritshme të kuqe. Sipas nutricistëve, ngrënia e domateve të freskëta të pagatuara mund t'i vinë në ndihmë personave që kanë kolesterol të lartë dhe vuajnë nga tensioni i lartë. Papaja. Përmbajtja e fibrave favorizon rregullimin e funksionimit të aparatit tretës dhe ndihmon në mbajtjen në kontroll të niveleve të kolesterolit. Speca djegës. Kalorazhi që përmbajnë është vërtet i papërfillshëm, aq më shumë që janë një inkurajues i mirë i ndjesisë së ngopjes. Mollët. Mbi të gjitha mollët janë ndër frutat më të pasura me fibra dhe për shkak të indeksit glicemik japin ndjesinë e ngopjes. Kafeja. Kafeja përshpejton metabolizmin, por sigurisht nuk duhet egzageruar në konsumimin e tepërt të saj. Mundësisht të konsumohet pa qumësht dhe pa sheqer. Dhe ja ku e kemi recetën tonë të sallatës me brokoli, panxar dhe krem djathi, u njohët me listën e ushqimeve apo të përbërësve fruta perimeve, që na ndihmojnë për të djegur kaloritë më shpejt. Mbi të gjitha, sallata që kemi sjellë mbi tryezë është shumë festive dhe dekorative. Kështu që janë visat ato po mendonin dhe po flisnin me zonjën Vjolca, mund ta kenë në listën e tyre, në bllokun e tyre të shënimeve për ta përgatitur në pragun e festave. Dhe e kanë një gati, si thua, shumë e bukur, shumë dekorative. Dhe mendoj që është edhe shumë e shishme, po. Sigurisht që është e shishme. Më vje shumë keq të ta pre. Më vje shumë keq në fakt ti prishësh atë forma aq të bukur që i bëre. Se janë ca dekorime ose realizime që të vjen keq edhe ti hash. Shumë e mirë. Për mua shumë mirë. Me kremin e djathit, me shegën, një shirë fantastike, e mirë shumë. Më lejoni t'ju a them edhe njërë përbërësit e sallatës, më pas sjellim tartën me pene në tryezë, 500 gram brokoli, e zjeni për 3 minuta, një kokër sheg, 2 qep të vogla, merrni vetëm tullin pa lëngun, në një xhigi freskët, 200 gram krem djathi, 2 panxar të mëdhenj, kri, piper i zi. Kaq pak përbërës, një dekorim i bukur. Ata që e dëshirojnë çik e preferojnë majhoshën, themi të tartën, shumë bukur këta sikur ne e grim brokolin, një lugë çaj, jo më shumë, mund t'ja hedhin lëng limoni. Ndërkohë ruan edhe ngjyrën, por i jep edhe një shije akoma më të thartë. Unë personalisht e shijoj kështu. Edhe shumë e mirë, edhe se do të jetë zgjidhja më e mirë. Luaj ke limoni. Okej, sillim tani edhe tartën. Dhe tarta është fryrë, është pjekur, me këtë pjesën e parmexhanit si për të granituar i ka dhënë shumë lezet dhe ka përshtypjen dhe shija do t'jetë, se nga aroma në fakt, nuk e di, të fton që ta provosh. Tani pasi piqet e ndjem lezetin e kësaj letrës, së kuzhinës. Po, edhe tava nuk e gryej me tel. Na jep atë komoditetin, e hapin kështu, kjo duhet të ftohet, që t'i letra. Sigurisht. Ikën letra pa problem, pasi ftohet. Çfarë të duhet? Thikën, atë thikën me dorez druri. Sepse ajo ftohet, përbërësi ngjiten në një atjetën fiksen edhe është kollaj fare për ta hequr letrën dhe më pas për ta vendosur në një pjata, në një tjetër ku do ta servirim, po. Po. Ja. Po për ta presim të bëjmë, nuk do ta presim do të besoj se shumë e nxehtë. Mjafton kaq për ta serviruar ne për amvisat. Mjafton kaq për ta serviruar. Edhe nëse na prishet, amvisat do ta kuptojnë që jo. Ta vendosim kështu siç është. Fare ne. E vendosim kështu siç është. Dhe unë kape letra. Opa. Ja.
Morë me gjithë tavë, po kjo tava së më Sepse edhe unë nuk e dija që kishin do të digjesh. Se ufto pak. Ja. Letrën tani e heqim kështu me gëshërë. Këto gëshërët i kemi posaçërisht për ushqim. Okej. Ja, shumë bukur në këtë formë edhe kur ta servirin në visa, sepse ato do të kenë më shumë kohë dhe do të presin sa të ftohet, në mënyrë që edhe ta heqin ndoshta edhe pa e prerë, siç kemi bërë ndonjëherë ku kemi patur kohë edhe ne. Tani, ta presim, ha? Shumë e mirë. Ndiarën moska që më pëlqen shumë në gatim edhe sidomos me spinaqin, kur e përdor shpesh të zonja Vjollca, edhe në këto salcat e ndryshme, salcat e bardha kryesisht. E nxehtë, por shiko sa mirë prihet, do të thotë që janë piksur dhe janë shpjekur mirë. Për 4 persona e kemi edhe në koston e recetës, por megjithatë nëse do ta konsumojmë këtë sallatën, ndoshta duhen 2 copa. Nëse do të kemi një gatim tjetër që është akoma më i... Të marrim një pjatë që ta servirim. Ja pjatën katrore. Ja, se marru. Në porcion i tillë. Dhe koston regjia për ta kuptuar me gjithë gramaturën e secilit përbërës dhe ne arrim të bëjmë një përllogaritje se sa na ka kushtuar dita e sotme, e kuptuat edhe sallatën në të rësik, 550 lek për 4 persona, ama si kundër e theksuam janë përbërësit që shihni në ekran, pra me gramaturën që shihni në ekran. 4 persona mund të konsumojnë një kokorqep, një thelpi hudhër, 500 gram spinaq, 250 gram makarona pene, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 50 gram djath parmexhan, 4 kokra ves, 100 ml pana, 250 gram gjiz pa krip, piper i zi, arë moskat, kripa si kundër ndoqet nga përbërësit dhe si duket në shije, zonja Vjollca? Shumë e mirë. Ja vlen që të sjellim recetat të reja në kuzhinën tonë. Unë të donë të qik krip, po. Do ketë patur... Po. Për mua është okej. Ngrën ke më shumë krip më duke. Atëherë po unë, krip, është vërtet dhe është e dukshme që unë pa krip. Janë pjekur, nuk më bën mirë, por ja. Përpjekja është shumë e mirë. Si thoni? Nuk ka nevojë më për tu... Kur ta provoni, do të më kujtoni. Tamam një tortë e kripur, me lezet, me spinaq, me makarona, në vend të brumit e ta mendosh të bësh një paralelizëm, brumin janë makarona të tortës. Buka. Buka është, kjo është bukë dhe gjellë. Bukë dhe gjellë. Shuj femine. Edhe të lumë shinduar. Bukë dhe gjellë pa ujë, se beson se do ta pranoje. Bëjmë dhe koston e salatës një përllogaritje sa na kushton salata me brokoli panxar dhe krem djathi. Ishte pak përbërës në fakt. 420 lek. Është të fikse 4 persona, por që që kundër ju e shihni, këtu ka 105 lek një nga këto. Po, dhe sidomos e veçojmë këtë për rastin e një dekori festash, dhe duke dhe shumë e bukur, shumë e këndshme në atmosferën që do të më zotëroj në të gjithë muajin dhjetor. Aq dhe është e shishme. Dhe është e vërtet. Dhe aq është ndetshme, se kjo është më rëndësishmja. Ne kemi përfunduar këtu me të dyja recetat, mund të klikoni në balkanu.com për të mësuar më shumë rreth tyre, me përbërësit edhe me shpjegimin për secilën recet. Mund të na ndiqni gjithashtu edhe në YouTube. Aty jemi çdo puntat gatimi në këndin e Villa 24, kështu që ja vlen që të mësoni dhe të gatuani shëndetshëm. Zonja Vjollca, të falenderoj, shihemi nesër bashkë në këndin e gatimit. Bashkë të shihemi pas pak.